Atëherë dashur, rikthyer në studio dhe sot të ftuar kam për të biseduar, le të themi, për një vit rrugtimi artistik, qoftë teatr, film dhe festivale, shumë gjëra të tjera. Kam të ftuar aktorin Rahim Ramadanin, të cilin kam shumë kënaqësi ta kem sot në studio. Mirëmbrëma, kënaqësi gjithashtu të jem pjesë e emisioneve tua. Unë falenderoj po ashtu që ke gjetë kohë dhe mundësi të jesh me ne. Besoj kjo periudha tashmë ka kaluar viti pothuajse, periudhë reflektimi, periudhë ndoshta pak pushimi edhe. Si ishte ky vit asaj përket suksesave? Po, thonë që është mirë të jesh i kënaqur me ato që i ke bërë dhe i ke. Kështu që unë përpiqem edhe si njeri në jetën private që të jem pozitiv dhe si rrjedhoj e kësaj, po them që edhe ky vit 2025 aty ku jemi, me kushtet që i kemi, me mundësitë që i kemi, besoj që është një vit i suksesshëm. Gjithmonë mundet më mirë, por që besoj i suksesshëm. Si nisi viti? Çfarë projekte prezantuam si vjet? Po, në teatr kam pas, domethënë, ashtu edhe filloi viti me premierën në Teatrin Shqiptar në Shkup, ku jam edhe i punësuar. Aty, domethënë, kishëm në fillim vitit premierën e shfaqjes Rikardi i Tretë, ku kisha kënaqësinë dhe privilegjin të luaj me gati thuajse të gjithë më ishën të angazhuar, një trup shumë e madhe, me regjinë e Ushtrim Bekteshit. Kemi pas prova shumë të lezetshme, mund të thuash, me qenë se me disa prej aktorëve, kolegëve aty luaja për herë të parë e ndaja skenën, kështu që ka qenë me të vërtet një periudhë dhe një proces mjaft frutëdhënës, edhe në skenë, edhe prapa skenave, edhe në jetën e përditshme, duke biseduar, duke njoftuar edhe nga afër disa njerëz të cilët, kur kam qenë student, si thua, kam pas një farë lloj reference se ku duhet të arrihet kur do diplomohem, dhe vjen një kohë që ti shkon dhe ndan skenën me ta. Dhe kjo është me të vërtet një kënaqësi e veçantë. Pa tjetër që edhe me kushtrimin, kjo është hera e tretë që bashkëpunoj. Kemi filluar në Tetov, atje kur bënte një shfaqje, do të thonë naftoi mua dhe një dy studentë tjerë, kemi luajtur, pastaj kur pusova këtu e kam rolin e parë në teatr me atë, te shfaqja Nyjat, po kthehem edhe në vitet e tjera, edhe tani me Rikardin, gjithashtu një shfaqje shumë e mirë. Luaja Dorsetin, që është djali i Elizabetës së Mbretëreshës. Okej, çfarë roli pak a shumë si e përshkruan? Roli është i atill sepse edhe Rikardin po ta lexosh, edhe po ta shohësh skenë duket pak si ngatruar, pa mos i ditë mirë lidhjet familjare. Pra do të shpjeguar shumë mirë trungu familjar i këtyre që të shohësh kush ku është dhe pse ndodhi e si ndodhi. Dorseti faktikisht është djali i Elizabetës, mbretëreshës, por që nuk është djali i mbretit, është i ardhur me Elizabetën, kështu që nuk e di edhe unë si ta quaj, mbretin, Dorseti e ka njërk, që se mund t'i themi kështu, edhe është njëri shumë i rëndësishëm, është pjesë i shtëpisë dhe o burrit mbretëror, por nuk është i gjakut mbretëror, edhe kompleks si rol, nuk është aq, do me thënës, në atë tekst në atë rol, por me qenë se e ka vendos Shakespeare, me qenë se ka vendos ta mbaj regjizori, se ka në i regjizori dhe nuk e mban, e trajtuam dhe me të vërtet, kur ta shofish, e ka edhe ai peshën e vetë në atë shfaqje, sepse ashtu si e ndërtoj edhe vetë kushtrimi, do me thënë që pastaj unë kaloj të luftoj kundër këtyre dhe si pasoj, me qenë se më nuk ngel askush nga gjaku mbretëror, mund edhe unë të marrë pushtetin. Kështu që në fund, kushtrimi e zgjodhi që edhe mua të mbrasin, që i bjen kushdo që do vi në pushtet, fatkeqësisht do ketë vrasje për të ngelur ai i sigurti. Kështu ishte
koncepti regjizorial i kushtrimit, si ma ka shpjeguar mua se ku duhet të arrim me rolin tim. Kurse nga qasja jote si erdhi, sa u desh të futesh në këtë rol, apo çfarë jape rolit e themi nga ti? Kur lexoj një tekst, kur i kishëm procesin në tavolinë, ti mendon që është një rol që do të kalosh shpejt e shpejt, dhe nuk është i rëndësishëm, po pastaj kur dolëm në skenë me mënyrën se si e vendosi kushtrimit gjithë shfaqjen skenë, vërtet ishte një rol shumë interesant, me të cilin unë edhe njëherë them jam kënaqur, sepse kam luajtur edhe me kolegë të cilët përndaj për herë të parë, edhe normal që mëson edhe nga ata, mëson edhe nga vetja, mëson në raport me regjizorin, ka pas momente ku kushtrimi në ka shkruar ato vrejtjet, qoftë mira pozitive ose negative, po për ta përmirësuar dhe për ta shuar mirë nga 2-3 faqe, kështu që i bjen që ka qenë i rëndësishëm edhe për atë. Dhe kur është për regjizorin shumë i rëndësishëm, normal që të hip një përgjithësi e madhe. Po, shumë e sa. Përmendëm më herët edhe prapaskenat, apo e keni shijuar edhe shfaqjen vetë në skenë, po edhe në prapaskena. Rëndësishme edhe kjo pjesa, apo jo, të kaloni mirë edhe në prapaskena, një trup, ajo harmonia dhe energjia që përcjellni. Patjetër, sepse fryma në atë teatr është shumë e mirë. Domethënë, ka momente kur ti si aktor e vepron dhe e bën atë, po nuk je i vetëdijshëm për disa gjëra. Dhe përveç se që mund të përmirëson dhe këtë detyrë ka regjizori, din edhe kolegët shpesher të thonë shi se mundesh ta bësh në këtë mënyrë, në atë mënyrë, u kuptove, nuk u kuptove, detajet vogla, të cilët disa herë i vren dikush komplet i trehet atij. Kështu që prapaskena është e rëndësishme për këto lloj bisedimesh që bëhen në prapaskenë, edhe normal që ka edhe momente derisa fillojnë ato provat më serioze, momente shumë interesante dhe komike. Shfaqja me Saadi unë vazhdoi të jetë e suksesshme apo jo? Rikardi tret, po patjetër. Patjetër. Publiku e kërkon, vijon ta shoh, domethënë besoj që po, tani normal që teatri shqiptar ka pasur pas Rikardit 2 premierat të tjera dhe shumë aktivitetet të tjera. Kështu që besoj që do e kërkuj dhe do ketë edhe Rikardi ende repriza. Gjithsesi viti yt, le të themi, viti yt artistik personal nuk e kishte vetëm këtë shfaqje, mban edhe rrugtimin e një producenti, po ashtu kishim edhe Uskana Festin, kishim edhe rolet të tjera. Më thuaj pak, çfarë vijuam pas Rikardit të Tre, si një nga projektet më të rëndësishme? Mund të them edhe paralelisht, pak kohë gjatë procesit Rikardit, një projekt i cili është filluar faktikisht në vitin 2020. Është bërë aplikimi, 2021 filluan këto bisedimit më serioze, edhe për të përfunduar në vitin 2025 jam duke biseduar për filmin dokumentar Toka e Premtuar, i cili e ka përgatitur faktikisht për produksioni Triple S nga Teotova, mbështetur nga Agjencioni i Filmit Republikës Maqedonisë. Aty Rish Tazi u bëra producent i këtij filmi dokumentar. Roli, mendoj hera parë në këtë rol? Në rolin e producentit filmik. Për ndryshe, me shoqatën Artak, që kemi themiluar në vitin 2017, mund t'i thosh një farë lloj producenti, po i teatrit më shumë duke organizuar shfaqje, kërçof, natë poetike, aktivitetet të tjera, edhe festivali që filloi vitin 2021 i Uskana Fest, por i filmit është ndryshe. Ti mendon që është e njëjta, pastaj kur i hy rrugës së shes s'ka lidhje. Tash tu dua të di si është si eksperiencë për herë të parë, producent filmi. Producent filmi është komplet ndryshe nga teatri, sepse teatr është skena dhe ti çdo gjë e ke aty dhe e sjell aty dhe je në një farë lloj komfort zone, le të themi. Në ndërkohë që filmi do të dalësh në teren dhe ta kërkosh një lokacion të caktuar ku do i pëlqejë edhe regjizorit edhe do të sjellësh aty çdo gjë, ka shumë punë dhe më shumë organizim. Të dyja një lloj, sepse teatr do t'i sjellësh në skenë, teatr do t'i bartish me vete,
po nga që është tereni po përshtatshëm mund të gjendet në mal ose ku digjë unë. Po, e quan comfort zone ndoshta sepse ke vite me teatrin, se je vetë aktor. Në comfort zone kisha fjalën që është një ambient i mbyllur edhe të paktën me ato kushtet atmosferike. Paka shumë i ke gjëra të parashikuara se çfarë kudësi. Rrym ke, mal nuk e rrym, edhe do të organizosh edhe këtë gjë. Kështu që ka pas punë filmi, sepse duhet të gjesh koproduksione, duhet të gjesh çdo bashkëpunëtor duhet ta gjesh dhe të bësh një ekip. Ndërkohë që në teatr e ke edhe ekipin, përveç se regjisorit që vjen bashkëpunëtorët e jashtëm që i themi. Ndërkohë që ky është një produksion i cili ka një projekt të caktuar dhe pastaj mund të një kohë periudhë të caktuar mos ketë asgjë, kështu që nuk ke punëtorë të cilët janë me rrogë dhe punojnë aty. Nuk i ke gjithmonë, duhet gjithmonë t'jesh një rëstri, edhe kjo është pak, si thua, është sfidë në vete, por gjenden, kështu që edhe ai film kaloi shumë mirë, sepse pat premierën e vete këtu në Shkup, në gjatë muajit maj, 7 maj që se zgaboj, sepse pas kanë kaluar kohë. Pastaj ishte në Prifest në Prishtinë, do të thonë, festivali i filmit, edhe ku e fitoi dokumentari më i mirë. Para se të futemi tek filmi, nëse na lejo të flasim, besoj që po, të ndajmë fokun mbi të, dua të di, do e marrësh prapë si rol, do bësh prapë producentin e filmit, apo tani nuk e di. Varet ndoshta edhe nga projekti. Kur je aty duke e punuar, lodhesh edhe thua, le të jetë kjo hera e fundit sepse më mirë mos merrem. Pastaj kur vjen premiera, e shion kënaqësinë e produktit, e shion kënaqësinë që njerëzit vinë dhe turojnë për punën e mirë që ke pas, dhe sikur i harron gjitha këto dhe thua hajde të fillojmë një punë të re. Kështu që ne kemi zgjedhur këtë profesioni e aktorit, i regjisorit, të producentit, domethënë edhe ne me këtë punë do merrem tani, do bëjmë shfaqje, do bëjmë filma, sa i vështirë dhe aq i lezetshëm ky profesion dhe duhet ta pranojmë që kështu si është. Filmi dokumentar Toka e premtuar, u shfaq në maj dhe po ashtu kishte rrugtimin e tij në festivalet të ndryshme. Po, aplikimet vazhdojnë ende për premiera temi botërore, normal, por ata më për vitin e ardhshëm, kështu që po presin përgjigje, ndërkohë që në Prishtinë thash që ka fituar për dokumentari më i mirë, në Shqipëri e pat 5 dhjetor premierën e vetë. Premierën për Shqipërinë, le të themi, sepse flet për një çift hebrejësh gjatë luftës dytë botërore, të cilët nga Shkupi shqiptarët, dhe këtu lidhet edhe ajo e bukur është, edhe këtu jemi koncentruar faktikisht, shqiptarët cilët i kanë ndihmuar të ikin prej këtu, i kanë nxjerrë në Kosovë, i kanë prit shqiptarët e Kosovës, i kanë nxjerrë në Shqipëri, i kanë prit shqiptarët e Shqipërisë në Shkodër më saktë, ku edhe ka lind një vajzë me emrin Drita, edhe pastaj largohen për në Itali, kthehen në Shkup, të mërzitur shumë, sepse xhaxhai i tyre ua ka marrë, si thua, shtëpinë, e ka pronësuar, sepse më prej fashizmit kalohet komunizëm, dhe kështu këta dëshpëruar shumë largohen pastaj për në Izrael, ku tani më ajo vajza e lindur në Shqipëri jeton, dhe kemi edhe në dokumentar. Drita, por për shkaqe të shqiptimit të atjeshëm, tani është Rita aktualisht. Rita. Ka qenë, mendoj e informuar po se po për filmin, apo jo? E kemi marrë edhe intervistë, po e kemi në film, është pjesë e filmit. Është personazhi kryesor, e cila rrëfen historinë e prindërve të vet. Dhe historia pse ajo quhet Drita është se shqiptari i cili ju ndihmon të ikin prej Maqedonie për në Kosovë, kalon një tren me fashistët dhe fillojnë të gjuajnë, plagoset rënd, edhe ky thot tani vazhdoni ju prej këtu, duke ditur që është shtatzën Mimi Feraxhi, edhe thot, nëse është vajzë, ja vendos se emrin Drita. Dhe këto, kur lind vajzë, ja vendos se emrin Drita. Kjo është historia e Dritës, e cila e ka treguar në memoarët e saj, edhe ne nga këto tregime, nga këto memoare jemi inspiruar dhe kemi bërë këtë film dokumentar bazuar në ngjarje të vërtetë. Kemi
plot ose le themi histori interesante në përgjithësi, si popull, si shtete, e rëndësishme besoj apo jo të vijen në dritë, të vijen re këto storje dhe të sillen në këndvështrimet e juaja artistike. Po, patjetër, sepse kanë qenë njëra prej historianëve e cila e ka ndjekur këtë hulumtuese faktikisht, e cila e ka ndjekur këtë histori bashkë me Ilirin. Ajo thotë që shqiptarët, hebrej është me prejardhje edhe kjo, po jeton Shkup, thotë më çuditshmja është sepse janë ndodhur edhe vetë shqiptarët në një luftë dhe as pak të detyruar nuk kanë qenë për ndihmuar dhe ata prapë kanë gjetë fuqinë për të ndihmuar. Edhe thotë kjo është ajo që mua më habit dhe jam breslëse me këtë punë ka në atyre, sepse edhe vetë familja e kësaj është gjithashtu e cila e ka përjetuar holokaustin në Maqedoni. Si u prit nga audienca e gjerë dhe në festivale? Në premierën në Shkupit normal që u prit shumë mirë, është me të vërtet në fund një histori shumë prekse, që vetëm po ta tregosh në bisedë të prekesh, e le më ta shohësh edhe ti skenuar, është realizuar një punë shumë e mirë edhe nga regjizori, Qëndrimi është regjizor, edhe nga producentët e tjerë bashkëpunëtorët e mi, se vetë bëhet, edhe nga montazherët, edhe nga aktorja Sabina Lul, Mimi Feragji, nënën e Dritës, kur ka qenë e re, ne rrëfen një farë mënyrë historinë. Kështu që muzika, kompozitori ka bërë punën e vetë dhe kur i mbledh gjithë ta komponente, patjetër që del diçka shumë e bukur, shumë emocionale, vetë historia, vetë ngjarja. Kështu që është pritur shumë mirë edhe në Shkup, edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë. Shpresojmë që do ketë fatin e vetë edhe në Europë, për festivalet e tjera botërore. Tani secili festivali ka kriteret e veta normale, po me rëndësi edhe kur e morëm në dorë, thamë që të bëjmë një dokumentar me të gjitha komponentat e vetë, një dokumentar i cili kushdo që ta shohë t'i pëlqejë. Një farë ndoj mënyrë edhe tjetë dokumentar i bazuar në fakte, në ngjarje dhe t'i ketë gjitha komponentat e vetë, që quhet film dokumentar. Kurse gjyrimi ku ndodhi? Ndodhi saktësisht në lokacione që... Po, gjyrimi ka pasur në Shkup, ka pasur në Shkodër, në Korçë dhe në Tiranë. Edhe në Ferizaj. Po edhe në Kërshov, kemi marrë disa pjesë maleve. Në përgjithësi është bërë punë e madhe. Po, punë e madhe. Patjetër, çdo filmi ka, çdo projekti ka vështirësitë e veta dhe ka shumë punë brenda. Tash disa herë mund të punosh shumë, por fatkeqësisht nuk del diçka e mirë, sikur përgatisim në shtëpi ndonjë ushqim. Një ushqimi i kushtojmë shumë vëmendjen, nuk del aq i shijshëm dhe një ushqimi tjetër e bëjmë ashtu si shpejt e shpejt dhe del, po. Diçka e bukur shumë. Asnjëherë si di. Por që me rëndësi është punohet dhe përpiqet bëhet një punë e mirë. Pastaj ngelet, si thua, ngelet ajo e fundit që ose do ndezi ose nuk ndes. Si zhanër, dokumentarin përgjithësi flas, t'intereson, mendojnë që do mirësh prapë në të tilla projekte, në çfarë roli që t'ofrohet ose mendojnë që mund t'i qasësh? Patjetër që do tani çdo projekti ka gjërat e veta nga të cilat ti mund të mësosh shumë dhe sado të lodhshme janë, sepse i hyn një fushë që ndoshta nuk din ku shkon, nuk din çka të pret, po me rëndësi është me kujdes të ecësh asaj rruge në kuptimin që do mësosh diçka të re. Kështu që ka pëlqyer shumë në vitin 2021 kur ma kanë dhënë këtë detyrë, sa vjeç kam qenë as unë vetë nuk e di, kur unë 27, ndoshta edhe si thua, pa menduar mirë kam hyrë kësaj pune, por që me kujdes, nga dalë, me bashkëpunëtorët, ja dolëm që të bëjmë një punë mirë dhe bit gjitha, si thua, 5 vjetë punë, mbase i vjetë që kam kryer edhe fakultet të produksionit, sepse bashkëpunëtorët, do të thënë producenti ekzekutiv, është aty asistent produksionit, edhe nga gjithë të njerëz ti mëson shumë. Secili nga një këshill. Fakulteti është një pjesë, po sidoqoftë tregu i punës ose vetë praktika, eksperjenca bën veç kësaj që tani më kujtua që për shkak të këtij dokumentari kemi marrë pjesë unë edhe një
tjetër në vitin 2022 në Berlinare, festivalin e filmit në Berlin, 4 ditë ku kemi qenë pjesa e atij festivali, na kanë pritë edhe atje shumë mirë. Është i ndarë pjesa ku jepet artistike, që janë filmat, market, që është pjesa e marketit, ku aty ti njoftoje produksionet mëdha botërore, aktor, regjisor, producent, me të cilët ti mundesh të bashkëpunosh. Dhe kishe takime të ndryshme. Kështu që edhe ajo ka qenë një përvojë shumë e madhe, dhe ti kur e sheh se çka ndodh në botë, sigur dëshpërohesh pak, sepse duket e parritshme, por tani ata janë kryer qendra të mëdha, aty ka investime të mëdha, interese më të mëdha. Po me rëndësi është që ne të bëjmë këtu produkte të mira dhe të shkojmë edhe ne të kemi pjesë e atyre festivale. Si që dhe keni shenjë këtë herë, keni marrë ftesë, po keni ikur, kështu që mund edhe nga këtu ndoshta të bëjmë projekte me vlera dhe nivele të larta. Normal, patjetër. Festivali gjithsesi mbesin apo jo një vend takim, le të themi një pikë takimi ku shumë nga ju, nga artistë të ndryshëm mund të gjejnë hapësirë për bashkëpunime edhe kontakte. Po, patjetër. Ky është një nga, mund të thuash, detyrat e festivalit, që në këtë festival ti të takosh njerëz cilët nuk i njeh as pak dhe të shkëmbesh, të shiheni njerëz, njoftoheni, të njoftoni punët e juaja, sepse për festivale jepen shfaqjet dhe filmat, po edhe për festivalet e muzikës ti performon ose në për këto galerit. Do të thonë artistët e kanë, nëse profesionet tjera kanë seminare, ne kemi festivale, ku shkojmë, shohim punët tona dhe njohtohemi, dhe nuk i dihet kur do vi momenti, dhe ai do i vi momenti bashkëpunimit, por me rëndësi që të njihemi se ekzistojmë, jemi diku, ka diku një njeri që duhet, ose do të duhet, tani fati është muhabet tjetër, do bëhet, diçka. Kishim, përveç gjitha këtyre projekteve, me që po flasim dhe për festivalet, kishim dhe Uskana Festin. Po. Si shkoj ky edicion? Ky është edicioni i 5, është festonim edhe 5 vjetorin, është edicioni jubilar. Si që thash, të më thonë, i kanë çdo projekt i ka vështirësitë e veta, po ne je kemi arritur që gati 5 vite ta bëjmë më në Kërçov, në një vend pa teatr, me pallat kulture, po pa teatr. Dhe kur flas për këtë punë, njerëzit e profesionit e dinë çka do të thonë të mos kesh infrastrukturë dhe njerëz cilët të presin dhe e din punën, flas edhe për prapa skenën, të cilët do t'i presim teatru që vi. Kështu që mbrana këtyre 5 viteve, përveç se kemi bërë festival, kemi ndihmuar, me atë se kemi mundur që pak a shumë edhe të rregullojmë infrastrukturën edhe resurset njerëzore, të cilët ka njerëz në pallat kulturës që punojnë dhe tani më edhe janë edukuar për teatrin, si funksionon, çka ndodh dhe janë duke ndihmuar shumë. Kështu që për këto vite diskutohet që jam shumë mirënjohës gjithë atyre njerëzve të cilët s'kan pas lidhje me këtë punë, po janë treguar me të vërtet shumë të gatshëm që të ndihmojnë. Kështu që edhe ky edicion i 5 kaloi me shumë sukses. Me shumë sukses. Të interesuar kishim patjetër të vinin të shihnin apo? Po është si thua sepse gjithmonë është në dhjetor, diku. Nuk janë data të sakta, por gjatë dhjetorit, edhe pjesa e parë, kështu që njerëzit më kanë filluar ta presin, dhe kjo është ajo që na gëzon më shumë. Patjetër, tani një ditë po më shumë, një ditë më pak, por që ka interes, kjo është me rëndësi. A mundet më shumë, nësë diskutohet, po ndoshta edhe ne pasi nuk kemi mundësi që t'i presim, aq shumë, sa që mund të ketë mundësi, por që me rëndësi vinë, na përkrahin, na pyesin, dhe kështu që kjo është me rëndësishme. Edhe njerëzit që vinë nga jashtë Kërçovës të performojnë aty, të dalin kënaqur, edhe publiku i cili vjen ta ndjeki një shfaqje të caktuar, të dalin edhe ai kënaqur që të kthehet të nesërmen ose të presi vitin e ardhshëm. Si edicioni 5, edicion jubilar, çfarë prezantuam? Kemi pasur shfaqje të produksioneve vendore, ka qenë Teatri Kumanovës, Teatri Shkuprit, Teatri Tetovës, Teatri i Gostivarit, edhe një shfaqje në gjuhën maqedone, e cila është përgatitur nga një produksion privat në Kërçov, kështu që ka pasur nga shfaqjet
me zhandre të ndryshme, nga të gjitha, dram, ka patur komedi, kështu që nuk ka patur, vetëm kështu mos harrojmë, nuk ka patur, nuk kemi patur zhandrin e... Gjithsesi, mendoj hapësirë për gjithë. Mendoj çfarë do lloj parapëlqimi që ke, apo interesi... Tragjedi nuk ka patur, është nuk kujtohesh të flasë tragjedi. Tragjedi nuk kemi patur, kemi bërë dhe njerëz edhe për të qeshur. Po, më shumë jemi koncentruar tek komedia dhe tek drama, kështu që kemi kaluar mirë edhe shfaqje për fëmijë. Teatri Kumanovës ishte një shfaqje për fëmijë, dhe kjo mbase ka qenë më interesantja, sepse kur është sallën mbushur me fëmijë, të cilët kënaqen mbi gjitha, është shumë e rëndësishme kjo, të ketë hapësirë edhe për fëmijët më të vegjël që sadopak njoftohen me teatrin dhe me shfaqjat. Po, ajo është publiku potencial, jashtëm. Të edukohet në atë frym. Absolut. Po ja afrohemi fundit të bisedës, dua të di pak, sepse jemi në fund të vitit, gjithsesi viti i ri po na vija, çfarë na pret tutja? Çfarë qëllime keme, apo plane ndoshta edhe konkrete? Planet përafërsisht janë përsëri pothuajse të njëjtat, me base shfaqje të reja, me repriza, me festival, se si dihet asnjë çka mund dali rrugës gjatë vitit, po të vazhdojmë, kemi suksese të radhës gjatë vitit 2026, në base edhe më të mira, edhe me produkte që i kemi gati më, edhe me produkte të reja. Unë uroj që gjitha të realizohen dhe të keni sa më shumë suksese dhe ritakohemi sërish për të biseduar, shpresoj unë që do të kem prap këtu në studio për të biseduar për të tjera suksese dhe falenderoj shumë që ke gjetë kohë dhe mundësinë tjerë së me ne. Shumë falenderit, me kënaqësi më të madhe, gjithmonë do të jem pjesë dhe shpresoj që do vi gjithmonë me lajme të mira. Edhe juve shumë suksese. Falenderoj shumë. E tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes unë dhe për sot dhe për këtë javë. Ne ritakohemi sërish të hënën dhe deri atëherë mirëmbëjtshim.